Në seancën paraprake e cila u mbajt javën e kaluar, 6 persona tani më të dënuar me nga 5 gjejtësisht 7 vite shprehen gatishmëri për bashkëpunim për të pranuar se kanë marrë pjesë në luftë në Siri, si zëvendësim që të merren vesh me prokurorin për një dënim më të vogël. Fazli Sula, Muhamet Sheu, Sejfullah Edemovski, Ahmed Dardhishta dhe Resul Saiti janë 5 të dënuarit me nga 5 vite burg. Sipas gjykatës, këta 5 persona kanë marrë pjesë në logjistikë dhe organizimin e ushtarëve për të luftuar në Siri. Ndërkaq, Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, i pyetur rreth situatës së sigurisë në vend pas deklaratave të presidentit Ivanov se në Maqedoni ka 72 persona të kthyer nga zonat e luftës, Spasovski tha se për këtë çështje bisedohet një kohë të gjatë dhe se pas sulmeve terroriste në Paris është ngritur niveli i sigurisë. Se podigna nivota na bezbednosti, to podignuje na nivota na bezbednost se ushte traje. Të ngritet niveli i sigurisë dhe kjo ngritje e sigurisë po vazhdon edhe më tej. Kemi të kthyer nga Siria që gjenden në territorin e Maqedonisë dhe e dini se u zbatua aksioni operativ Celula, ku kemi të arrestuar dhe për të cilët ekzistojnë dëshmi se janë kryerës të mundshëm të disa veprimeve kriminale, sulme terroriste. Kështu që Ministria e Brendshme dhe Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim, si dhe Agjencia për Kundërzbulim dhe të gjitha organet kompetente i ndjekin këta njerëz, ngjarjet dhe sjelljet e tyre. Krejt kjo me qëllim që të parandalojmë çdo ngjarje me të cilën do të rrezikohej siguria e qytetarëve të Maqedonisë. Се со цел да превенираме било каков настан кој што може да ја загрози безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Këto komente Ministri i Punëve të Brendshme Spasovski i bëri gjatë një aktiviteti të realizuar gjatë ditës së sotme në Idrizov. Të 12 personat ishin të arrestuar vitin e kaluar në kuadër të aksionit policor Celula. Nga Maqedonia besohet se në luftimet në Siri janë 110 persona, ndërsa 25 janë raportuar si të vrarë. Në bazë të kodit penal të Maqedonisë, pjesëmarrja ose rekrutimi i personave për të përfshirë në luftrat e jashtme paraqet vepër penale për të cilën parashihet dënim më së paku 5 vjet burg.